Ateisti kish me pas thonë kështu, domethënë Allah i thotë në Kur'an shkruan, ka me kërku lutje, o Zot më kthej të bëj vepra të mira, e Allah ja kthen jo. S'të kthej domethënë. Ateisti kish me thonë, po s'është i mëshirshëm Allahu i juaj. Po është i mëshirshëm. Po ai 60 vjet ta ka dhënë mëshirën ta ka kallzu. Para se me lind ta ka kallzu. Edhe normalisht pastaj ka treguar afate limite. Nga mëshira. Sepse të dikush këto afate të një pjesë e madhe njerëzve afatet e përfundimit të jetës janë motivi më i madh që ata më udhëzu. Ateistat që kanë me kom pishman, ose ato ndoshta s'kan me kërku pizot as më kthi prap. Kanë me vazhdu me inotin e vet. Po nëse lipen me i kthi prap edhe Allah nuk i kthen, ata s'po më thonë se s'ka mëshirë Allah. Se 60 vjet ka dhënë jetë i ymër, edhe çdo ditë ka thirrë mu pendu, mu kthy, si e kthy. E para, e dyta, do thot, si me të barazu ty me ata të tjerët, që pa pas ndonjë arsye më kthy pi fillim ja ka nis me kon të kthim ka Zoti. E treta, si ka mundësi me të barazu ty me atë që mas 30 dhe 40 vjetëve u pendu. E kuptoi qëllimin e krijimit të tij dhe u kthyi te Zoti. Do me thonë hosti, ai 60 vjet u ka fal namaz, ku ka rujt për edhe ti në plazh me alkool, me prostitucione, do mu po barabar. Po s'mundesh. Normal, una andaj përmenda pak më herët, drejtësia e Allahut nuk lejon që këtij njeriu të më dhon alama shansa, se i ka dhënë me qindra mia. Edhe ai ka refuzu, andaj nuk mund të askush më thonë që Allah nuk është i mëshirshëm me ta. Përkundazi, Allahu është i drejtë edhe i saktë. Këtë rast nuk ka vend mëshira. Për shembull, edhe kjo si i vjen. Kur fëmijët e ton smuren, edhe mjeku i shkruan ilaç. Edhe në japna ilaçin, fëmia nuk e don, na me zor japna. Ai që shikon anës ki pak mëshirë me fëmijën ta. Jo më dhon ilaçi me zor është mëshirë. Me lon pa ilaç është mungesë mëshire. Ose për shembull shkon pacienti në spital edhe e vendos mjeku duhet më amputu komën. Edhe këtë familja mbledhen, "O mjeka, kipet ti mëshirë pak, shkaj të fol, më amputu komën." Ai thotë nga mëshira jam të amputu. Se nëse nuk jam amputoj në komën e këtë trupi kam i kalp. Fëmijët e ton kush do me shku në shkollë me qef, i qem na me zor. Edhe kush thotë, "Ej, si të pëqeshëm me fëmijët." Ne themi, "Jo, nga mëshira që kemi i qem ata me zor në shkollë." Se ata sot nuk e dinë, janë vetëdijshëm çfarë dëm i bëjnë vetvetes. Ama nëse kur të rriten, do na falendojnë, do na puthin me ballë me dorë, dhe thënë Allah është problem që na keni çuar në shkollë, që na keni letu, na keni përkrah, na keni ndihmu, se kishim met na domethën rrugaç. Ishim met një të parancishëm. Kështu që nuk ka ditë askush me thon për Allahun se Allah është i pamëshirshëm nëse këto momentet e fundit të tij ai do të më kthej prapë, Allah thot asesi s'ki më kthej prapë. Për kundazi, ajo është manifestim i mëshirës madhe që ka Allahu dhe drejtësisë absolute që ka në gjitha krijesave.